Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme do të sjellë një konflikt, në fakt për shkak të një video, e cila vetëm përpara disa ditëve u bë shumë virale në rrjetet sociale. Sot kemi vendosur që personazhet e kësaj video t'i kemi në studio për të na shpjeguar me detaje konfliktin. Regjia do më ndihmoj me video në fjalë, të kemi dhe audio në studio. Është kjo video e cila u shpërnda me një shpejtësi të madhe në rrjetet sociale dhe aty shikojmë një avokat të njohur për studion e emisionit Pa Gjurmë, Zaçe Islami, i cili është xhiruar në një moment konflikti pikërisht në një fshat të Tepelenës. Ndërkohë, ne e telefonuam Zaçe Islamin, i cili tregoi se ishte avokat i familjes që e mbronte në seanca gjyqësore. Vendosëm sot i kemi në studio edhe familjen Daci, por dhe vetë avokatin për të na i shpjeguar të gjithë konflikt dhe çfarë ka ndodhur. Kështu që menjëherë dua të përshëndes avokatin Zaçe Islami, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kam të ftuar zonjën Liliana Daci, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjitha, faleminderit për mundësinë që më jepni. Momenti kur xhiruar video është pranë banesës tuaj. Po, kjo është banesa juaj e ndërtuar, që ndodhet në fshatin Progonat të njësisë administrative Kurvelesh, që e përmbledh Bashkia Tepelen, qarku Gjirokastër. Kjo është një ndërtesë, është shtëpia e ndërtuar në vitin 1927 nga gjyqi jon, një vit përpara se sa të lindte edhe babai jon. Dhe lidhur me këtë disponoi edhe qelsin si relike, është një qelës 99 vjeçar. Të banesës. Të banesës. Për të vërtetuar që pronësin tonë mbi të dhe kujtimet tona dhe anën emocionale që na lidh me këtë shtëpi, jo anën materiale. Brez pas brezi që sigurisht është trashëguar. Ndërkohë që avokati Zaçe Islami është avokati i familjes tuaj që u përfaqëson. Thjesht përfaqësuesi me prokuror të lëshuar në datën 6 dhjetor 2021 nga jo vetëm nga unë, por edhe nga vëllezërit dhe motrat e mi. Është thjesht përfaqësuesi jon ligjor në për institucione dhe kudo. Për të qenë transparent i dashur Zaçe, ne kemi vite që njohemi, nuk e di, 20 vite u bë që njihemi në për studio televizive që takohemi së bashku. Me thënë të drejtën, një avokat që të mbroj klientin e vet deri në këtë pikë, është pozitive, negative, ka thyer etikën, s'ka thyer etikën, kjo ha shumë debat dhe unë sot nuk do i futem kësaj gjëje. Nuk do haj fare debat, për një arsye fare të thjeshtë. Unë aty bisedën e kisha me gazetarin që erdhi të bënte investigimin. Gazetarin në kundërshtim me gjitha rregullat normale dhe njerëzore, kishte sjell dhe ata me vete. Palën tjetër, që jeni në konflikt, që pretendojnë që janë pronar të... Dhe gazetari nuk erdhi të trokiste në derën e shtëpisë personave që përfaqësojnë familjes. Por që mos të merremi me gazetar dhe me kolegë, sepse edhe ne na ndodh shpesh të ndalim në teren dhe ndoshta të jemi në situata të tilla. Dua të pyes, merr një gur dhe gjuan, kë po gjuan? Gjuaj atë që pretendon që ka marrë trollin e këtyre ka thurur, i shprishur muri, me vendim të IKMT-s, është i pandehur në prokurorin e gjykatës së Gjirokastrës, është njeri me probleme, mund të them dhe mendore, por është kriminal recidiv. Ka bërë disa krime njëherësh. Ai dhe gjithë fisitia. Kemi disponoj video që unë mund të jap ta xhironi, ta shfaqni, që kanë ardhur 11 vetë dhe kanë sulmuar një grua. Por kush është konflikti i gjithë kësaj historie, le të themi, disa vjeçare? Unë dua të prezantoj një kronik që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për historinë e familjes Daci, pikërisht në fshatin Progonat të Bashkisë së Tepelenës. E ndjekim dhe rikthehemi për të dëgjuar zonjën Liliana, e cila ditën e sotme do na rrethoj me detaje zanafillën e pronës dhe kur nisi konflikti. Ndjekim të material dhe rikthehemi. Një konflikt pronësie që për 2 vitesh ka ndarë 2 familje në fshatin Progonat të Tepelenës rikthehet sërish në vëmendje. Një banesë ndërtuar në vitin 1927, e cila sipas familjes Daci u trashëgua brez pas brezi, është rikthyer në objekt përplasjesh, procese gjyqësore dhe akuzat ndërsjellta.
Historia e kësaj pronë është trajtuar edhe më herët në media, ndërsa sot palët vijojnë të kërkojnë drejtësi përmes institucioneve. Liliana Daçi thotë se familja e saj disponon dokumente të vjetra që provojnë pronësinë, mes tyre edhe një çelës 99 vjeçar, të cilin e konsideron simbol të trashëgimisë familjare. Ajo rrëfen se deri në vitin 2021 nuk ishin në dijeni se prona nuk rezultonte më në emrin e familjes së tyre, duke ia atribuar këtë situatë një gabimi të bërë gjatë regjistrimit në kadastër. Aktualisht sipas saj, çështja po ndiqet në rrugë gjyqësore. Sipas Liliana Daçit, familja që sot pretendon pronën ka qenë e afërme në gjak dhe mes tyre kanë ekzistuar marrëdhënie të mira. Ajo tregon se pas humbjes së bashortit të Aisha Daçit, familja e saj u kishte dhënë çelësat e banesës për ta përdorur, me mirëkuptim dhe pas synim që prona të tjetërsohej. Në mbështetje të saj është edhe avokati Zaçi Islami, i cili deklaron se konflikti duhet të zgjidhet vetëm në rrugët ligjore. Ai pretendon se pala tjetër nuk disponon dokumente pronësie dhe se gjatë përplasjeve është sulmuar fizikisht së bashku me Liliana Daçin. Ndërkohë vetë Liliana pranon se e ka prishur një mur, duke argumentuar se ishte ndërtuar brenda pronës që familja e saj pretendon si të veten. Mes akuzave, tensioneve dhe proceseve gjyqësore që vazhdojnë prej vitesh, familja Daçi apelon që ky konflikt të marrë fund vetëm përmes vendimeve të drejtësisë dhe jo përmes përplasjeve mes palëve. Kjo është historia që do trajtoj sot studio e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Liliana, le të nisim të flasim për pronën tuaj, ke marrë sot një çelës simbolik për treguar që është një çelës 99 vjeçar që e ka patur gjyshi juaj. Gjyshja, pastaj babai dhe mamaja, Momenti kur kaloi dorë më dorë. Në momentin që është ndërtuar kjo shtëpi. Po, një vit përpara se të lindte babai jon, i cili ishte i datëlindjes 1928. Por kush pretendon sot që kjo pronë, kjo shtëpi nuk është e juaja? Ky është edhe paradoksi, për arsye sepse banesa jon dhe trualli 622 metrash ndodhet midis të dy pretenduesve. Nga njëra anë kufitarët tanë perëndimor, të përfaqësuar nga zonja Arta Hitaj Daçi, fisi largët i joni, dhe nga ana tjetër, një person që nuk ka fare lidhje as me atë zonë, kanë ardhur shumë vonë, kanë blerë një rrip toke prej 60 metër katror nga një afërmi joni i largët që kishte pronën e tij, në të cilën ishte ndërtuar vetëm një kasole, që në zonën tonë i thonë kasole vllaqiko, domethënë një kasole e rrumbullaktë e stilit të vllehve. Po. Dhe gradualisht duke u zgjeruar, arriti të legalizoi një pronë prej me sipërfaqe trualli 300 metra katror, të cilën e ka të regjistruar në kadastër dhe të përditësuar në titullin certifikat pronësie së fundi në vitin 2023. Të jemi të qartë, padyshim edhe për teleshikuesit, atëherë bëhet fjalë për tokën tuaj 642 metër katror, ku është edhe ndërtesa e cila ka 200 metër katror, mos gaboj më korrigjoni. Ndërtesa ka 82 metër katror. 200 metra katror, gabimisht janë regjistruar në emër të një fqinji tjetër jo kufitar. Kur e mësuat dhe e zbuluat këtë gjë? Ne duke bërë aplikimin në institucionin kompetent kadastrën e Tepelenës ose ASHK-n, ish ZRVPP-ja, në shtator të 2021-shit, nëpërmjet këtij aplikimi, me qenë se po vonohej çështja dhe nuk po na kthehej përgjigje brenda afateve ligjore, atëherë ju drejtuam administratës, kur na kontaktoi vetë drejtuesi. Për fatin e mirë, ai ishte bashkëfshatari jonë dhe në një distancë shumë të vogël nga kjo shtëpi, dhe me njëherë, sapo pa dokumentin, hapi dhe regjistrat kadastral, vendosi edhe monitorin në 3D, dhe aty konstatoi që kjo shtëpi nuk është regjistruar në emrin tuaj, po të një personi tjetër të quajtur të ndirit Jani Guga. Pra, një shtëpi, le të themi 100 vjeçare, jetuar nga gjyshja, nëna, babai juaj, ju i brez pas brezi, ju mësoni shtatorin e vitit 2021 që kjo shtëpi nuk ishte në emrin tuaj, por ishte të një personi, kishte ndodhur gabimisht nga zyra për kafe? Mendoj se kishte ndodhur gabimisht. Pra, ishte një gabim njerëzor? Po, që në terminologjinë e tyre quhet gabim material. Po. Dhe në djenin time, ky ishte një nga shumë gabimet të tjera që ishte bërë dhe për bashkëfshatarët e tjerë, por që e kishin zgjidhur me një deklarat notariale për notarit publik. Po ju nuk mund të akoma ka problem të tillë, një lloj, po të pas zgjidhur në progonat.
Pra, nuk është vetëm familja juaj, po ka pasur dhe familje tjera që ka pasur këto probleme. Dhe më gjërë, edhe zona, dhe me sa di unë edhe në gjithë Shqipërinë, por jo në këto proporcione. Por ju nuk mundët dot, si bashkëfshatarët e tjerë, me një deklaratë notariale të bënit këtë gjë? Atere, duke u konsultuar me drejtues... Se më duket një problem që ka zgjidhje, nuk kishte pse të shkonte deri në këto lloj nivele. Duke u konsultuar me drejtuesin e hipotekës, kadastrës, i cili kishte gjithë dashamirësinë për të na orientuar se si duhet zgjidhur, na tha se ka dy mënyra. Mënyra e parë është kjo që thatë edhe juve, nëpërmjet bërjes së një deklarate publike përpara noterit dhe automatikisht ajo paraqitej në ASHK, në kadastër dhe automatikisht kalonte nga indjeri tek neve. Dhe rruga e dytë do të ishte ajo gjyqësore në një proces administrativ. Tani, për faktin sepse trashëgimtarët e të indjeri, përfituesi formal, si mund ta quajmë, kishte pak muaj, një muaj gjysmë, 2 muaj që kishte ndërruar jetë. Dhe për pasoj, duhet që këto deklarat ta bënin trashëgimtarët e tij, fëmijët e tij dhe bashkëshortja e tij. Pra, fëmijët e tij janë të vetëdijshëm që ajo shtëpi nuk është e tyre. Absolutisht po. Mirë po kishin një problem. Ata ishin të shpërndarë, sikurse gjithë shqiptarët në rrugët e emigracionit. Dhe ishte e pamundur të bësh kjo deklaratë notariale? Fillimisht, kontakti me ta ishte i vështirë. Më vonë, kur ne morëm kontakte me ta, për shkak të pritjes gjatë që nga shtatori, si që thash, edhe deri në shkurt që është bërë deklarata, për shkak të kësaj shtrirje kohore të pas zgjedhur, atëre ne zgjidhim rrugën e dytë, gjyqësore, për arsye sepse nuk kishim dieni se kur mund të bëhej kjo deklaratë dhe kur do bëheshin të 5 trashëgimtarët I qartë, por ajo që dua të më shpjegoni, sepse ndërkohë më vinë edhe mesazhe, pikërisht edhe për videon që ka qarkulluar i dashur avokat Zaçe, videoa, këtu në këto momente bëhet fjalë, është familja që i është vendosur gabimisht? Jo. Do shkojmë. Me të e keni konfliktin tani. Unë e thash, jemi në konflikt me të dy palët kufitar, të cilët të fqinjët që nuk kanë asnjë lidhje. Pra, ju nuk keni konflikt me personi që i ka kaluar shtëpia në pronësi? Madje në një kohë tjetër, pasi ne kishim filluar procesin gjyqësor me gjykatën administrative që në muajin dhjetor, në datën 7 dhjetor të 2021-shit, pas 3 muajsh, në muajin shkurt, nga mezi muajit shkurt, marrin vesh dhe bien dieni të faktit që të 5 përfituesit, domethënë trashëgimtarët e përfituesit të ndjerit janë i Guga, pas kanë bërë 5 deklarata notariale ku pranojnë gabimin e regjistrimit të kësaj prone. Pra, kjo gjë mori zgjidhje nga ana juaj? Jo, nuk mori zgjidhje, për arsye se siç e thash pak më parë, procesi gjyqësor kishte filluar që në dhjetor pa u bërë. Nuk është mbyllur akoma? Pa harritur. Jo, nuk është mbyllur për faktin sepse desha të theksoj që në fillim, që në seancën e parë, të zhvilluar në datën 26 janar 2021, ne kërkuam te objekti i padis, ku kishim paditur vetëm ASHK-n dhe formalisht palën përfituese, si pjesë domosdoshme e ndërgjyqësisë. Atëre, që në seancën e parë, në 26 janar, si që thash, ne kishim kërkuar vendosjen e masës së sigurimit të kësaj padije, me qëllim që të pezulloj çdo veprim administrativ apo kontakt. E qartë, e dashur Liliana, e qartë, e kuptoj, por dua të më shpjegosh tani konfliktin me dy fqinjët. Unë e kuptoj që ju jeni në proces gjyqësor me palën e tretë që gabimisht, le të themi, zyra shtetërore ka kaluar. Më duhet që të sqaroj diçka. Duke qenë se ky gabim i regjistrimit kishte zanafillën e tij që nga lista e trojeve të komunës, ish komunës atëhershme, aktualisht njësisë vendore, sepse në bazë të asaj liste ishte bërë regjistrimi, pavarësisht ishte bërë në kundërshtim me ligjet e kohës, për arsye sepse bashkëlidhur listës së trojeve të ardhur nga komuna duhet të ishte edhe dokumenti i origjinës i pronësisë, ky ishte parakushti, dhe kushti tjetër ishte që në atë kohë, sipas një vendimi i VKM-je 432 të nxjerrë nga qeveria e kohës, nëse nuk gaboj, ka qenë i 8 gushtit të 1992-shit. E qartë, por... Sipas kësaj, nuk duhet që të lejohej në regjistrimin e kadastral, nuk duhet të lejohej të figuronte. Jo, kjo është pikë shumë delikate, sepse me këtë spekulohet.
atëre nuk duhet që në emër të një personi të regjistroheshin 2 banesa. Dy troje. Pikërisht për të shmangur këto gjëra që E erdhën më qartë, vonë. por tani 2 fëmijët që keni në kufi njërin... Të lutem, në objektin e paditës tonë, ne kemi paditur si paditësin kryesor, ASHK-n që ka kryer veprimi... E qartë, e kuptova, institucioni. Edhe palë të tretë, po, edhe bashkin të Pelen... Po na shpjegoni tani, e dashur Liliana, konfliktin me 2 Po fëmijët... do shkojmë edhe aty ta shtillojmë pak të çështje. Dhe, sepse është spekuluar me këtë, prandaj këmbgul. Ne kemi paditur, kryesisht të parën kemi paditur ASHK-n si organi kompetent që ka bërë gabimin administrativ Ka të se dëmi regjistrimit. në familjen tuaj. E dyta, bashkia të Pelen, që përfshin edhe njësinë vendore, prej nga ka ardhur burimi i regjistrimit. Dhe kështu dhe si paditës tjetër kemi vendosur familjen përfituese. Të paditur, jo të paditur. Të paditur kemi vendosur familjen përfituese, pavarësisht që ajo nuk ishte dieni, por është procedurë që një njeri që cenohet nga një vendim gjyqësor duhet të jetë palë e procesit. Tashti problemi është këtu, sepse duke marrë vesh fëqinjët tanë që ne nuk ishim dokument pronësie të azhornuar, pra nuk po na dilte certifikata e pronësisë, atëre filluan dhe ngritën pretendimet e tyre për këtë shtëpi të 2 palët. Njëra palë është fëqinjë perëndimor. Tani nisë konflikti, me sa po kuptoj. Fëqinja perëndimor, kufitari jonë perëndimore përfaqësuar nga zonja Hitaj, Arta Hitaj ose Daci, dhe kufitari tjetër lindor që është Sokol Refi Guga. Që të dy këta, pa paraqitur asnjë dokument pronësie mbi këtë pronë, pretendojnë që janë pronarë. Pretendojnë që janë pronarë. Ndërkohë desha të sqaroj diçka, sepse zonja Arta, duke dashur që të tërheqi ndjeshmërinë e qytetarëve për gjendjen e rritjes saj, pasi ka mbetur jetime në moshën 7-8 vjeç apo 10 vjeç, nuk e di, kjo është e 64, por babai ka vdekur në 71-shin. Duke dashur që të sensibilizoj qytetarët dhe ne duke ditur se sa të ndjeshëm janë ata, qoftë për marrjen e pronave, qoftë kur dikush sillet keq dhe nxjerr nga shtëpia disa jetim, atëherë desha të sqaroj këtë gjë. Ashtu sikurse ne kemi... Sa vjeç është kjo zonjë sot? Kjo sot është e datëlindjes 64, nëse nuk gabon. Po nuk mund të trajtohet si jetime? Kështu e kanë trajtuar mediat dhe... Tani në një moshë të caktuar të gjithë i humbin prindër, por nuk mund të trajtohemi jetim. 60 vjeç jam jetim. Ky është mastrimi në opinionin publik. Kjo është nuk ka, është absurde. Kjo është thjesht një keqdashje, një spekulim me gjendjen e tyre familjare. Nuk ka asnjë, ajo edhe fëmijët i ka të martuar sot, ndoshta edhe një prej dhembesat mund të jenë pra të tyre. Dhe aq më keq, aq më tepër, më falni, që edhe 2 motrat e saj, njëra prej tyre është akoma dhe më e madhe, është martuar që në vitin 1985 në Memaliej, ka shtëpinë e saj, ndërsa zonja Arta, që është dhe protagonistja në ato video... Keni lidhje gjaku me këtë zonjë? Kemi lidhje të largëta gjaku, por që kemi qenë shumë afër shpirtërisht me ta, por jeni rritur të fatkeqësive që ju ka ndodhur. Që ju ka ndodhur vazhdimisht në familje. Keni mundur dot të flisni? Po, do vim aty. Po, koha televizive fluturon dhe duhet më mirë kuptoni dhe përkond, prandaj po ju pyes. Desha të sqaroj që të 3 jetimet në Thonjza, motra më e madhe prej tyre, Belere Varfi, e cila është martuar në Memaliej dhe ka shtëpinë e saj të privatizuar normal me dokument pronësie, madje ka dhe kontrat me OSHE-n, së cilit i detyrohet 13 milion dhe më tepër lek, rreth 14 milion për mos pagesas me OSHE-n. Jo, kjo ka një vlerë për arsye sepse edhe në emisione dhe në rrjetet sociale paraqitet sikur ajo është në trojet e saj, në shtëpinë e saj. Nuk është në shtëpinë e saj, është martuar 185-ën. Dhe për këtë, si provë, një nga gazetarët kishte sjell kontratën e energjisë elektrike. Liliana, unë dua të të pyes, duke ditur që me 2 fëmijët jeni rritur, njiheni shumë me njëri tjetrin. Kur nisi ky konflikt, kur ata mësuan që ju nuk ishit letrat e asaj shtëpie, asaj toke, dhe ata nisën të pretendoni që ishin pronar të tokës tuaj, të gjyshit, babait, nuk mund do të flisni të gjenit një ndërmjetësim me njëri tjetrin, sepse nëse është kështu historia dhe ata janë të ndërgjeshëm që ajo shtëpi është e gjyshit tuaj, sot ke sjellë atë Chelsea në formë
një relike të vjetër për të treguar që ajo shtëpi është ndërtuar nga gjyshi juaj dhe ky Çels në mënyrë simbolike është trashëguar brez pas brezi dhe sot ju takon juve dhe jo fqinjve. Si kanë reaguar ata kur ju keni folur? Atëre, duhet të fus diçka ndërmjet. Duke qenë se nëna e tyre, e zonjës Arta, mbeti vejush shumë e re, rreth 30 ca vjeçe, me 4 fëmijët, dhe prona e tyre aty ku e nisa, ashtu sikur se përfaqësohet nga dokumenti jon që mban numrin 9 në listë pronësin, të cilin mund t'ja vënë në dispozicion, e disponojmë, po ashtu edhe familja e saj, domethënë gjyshi dhe xhaxhai i saj i madh, kanë një dokument të tillë, të njëjtë si joni, por që mban numrin kadastral 71. Dhe kjo zonja, kudo që shkonte, luante me statusin e saj familjar. Kjo nuk ka logjik, nuk ka logjik. E gjitha kjo, domethënë që të luaj me status dhe jam e ve, fëmijët i kam rritur jetim dhe të marrin tokën e fqinjit. Kjo nuk ka logjik. Jo zonja, Arta, e bie e... Po pra, edhe Atëre, të dokument pronësie, me numër të veçantë kadastral, të ndryshëm nga joni, që mban numrin 71. Po pra, kjo e paraqet në gjithë institucionet dhe me keqdashje, që të gjithë thonë, ju keni dokument pronësie dhe kjo zonja ka dokument pronësie, por juve i keni nxjerrë ato për jashtë. Tani duhet theksoj diçka të veçantë. Përpara se të theksoj diçka, mua më duhet kaloj në reklama në këtë moment të bëj shkëputjen e parë dhe do rikthehemi për të vazhduar dhe për të kuptuar më qartë historinë e këtij konflikti të vjetër, le të themi për pronësin, ku videoja e avokatit përfaqësuesi ligjor i familjes Zaçe Islami ka arritur momente, le të themi, jo vetëm të vështira, por të xhiruara, kur ai zihet me palën e tretë pikërisht në vendin ku bëhet fjalë për shtëpinë që nuk është më e familjes Daci, por janë fqinjet ata që pretendojnë që është, le të themi, trualli i tyre. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio gjatë kohës që po ndishnim edhe këshillën mjekësore të Obenit, isha duke diskutuar me zonjën Liliana, e dashur Liliana po më tregoi që për bamirësi, kjo familje që pretendon tashmë është banesa e tyre, ju kur keni rregulluar shtëpinë, keni thënë që qëndroni te shtëpia jonë. Dhe sot ata thonë, kjo është e jona, dilni ju. Saktësisht, ne atëre banonim në qytet në Tepelen, ndërkohë që këto ishin banonin në 2 kasolle porte, së cilave është nga 1 metër lartësi. Kuptohet tani, 2 kasolle ngjitur. Dhe neve, duke i parë që edhe fëmijët, kryesisht 3 vajzat, po rriteshin, dhe kishin një... I dha çelsat e shtëpisë. I dham çelsat dhe i tham, me një kondit që juve, ti më zonja Aishe, sa kohë që do jesh gjallë, do vdesësh në këtë shtëpi, sepse je nuse nga fisi Dace, do vdesësh në mënyrë dinjitoze, ndërkohë që nuk duam që kjo shtëpi t'i kaloj dikujt tjetër. Dhe gjatë gjithë kohës me të ndjerën, që vdiq në vitin 2021 në qershor, ne nuk kemi patur, përveç se falënderimeve dhe urimeve për saj, nuk kemi patur asnjë konflikt. Pra, konflikti është me vajzën e saj sot. I dashur avokat, tani na i shpjego mirë këtë video. Këtu je duke marrë guri dhe goditur fqinjën, zonjën Arta, zonjën e vej e cila pretendon që është shtëpia e saj? Jo. Me kë po ziesh këtu? Aty ka ardhur kur erdhi gazetari që bëri kronikën që ju e keni parë. Po, mos mendoj që ti ke marrë gurin për gazetarin. Të gjuash gazetarin. Prese, nuk thash ato. Po. Thash, kur erdhi gazetari që bëri kronikën që ju e keni parë. Gazetari bën punën e vet. Po të lutem. Mos të hym tek kolegët. Po shfrytëzoi momentin ai zotëria që pretendon për trullin e këtyre. Kush ishte ky zotëria? Ai zotëria quhet Sokol Refi Guga. Jo pala e Jo, Artë. haruam me këto. Kjo fqinji i parë, fqinji i dytë ky që po më tregon. Fqinji i dytë. Po. Dhe ky shfrytëzoi rastin që gazetari erdhi. Vjen atje dhe fillon të më ofendoj mua, më ofendoj shumë rënd, sa s'kishe ku s'konde më, dhe unë detyrova pastaj, unë jam njeri, unë jam e gjak, jam zvaranik. Dhe kur më ofendon, arrin deri te familja se është rrugaç në kuptimin e plot fjalës Sokol Guga, ja kam thënë, është i pandehur, është njeri pa dignitet, nuk i flet njeri në fshat, arriti deri aty sa bëri një listë emërore të gjithë fshatarëve dhe u thoshe, firmosni ju këtu të bëjmë një referendum që avokati Zaçe Islamit mos shkel në progonat. Kjo është e pa dëgjuar. Këto veprime i bëjnë vetëm njerëz o delirant, o të smur, o nuk di se çfarë emri i A mendon se re pre provokimeve dhe bëre një situatë jo fort
dëgjo, para se t'jem avokat, jam njeri, zonjë. Patjetër, ne të gjithë gabojmë, absolutisht, prej gjaku jemi. Duke qenë se jam njeri, njëtë në ratë para i s'ka pun fare me mua, as ai, as të dy palët që pretendojnë të rolin e këtyre. Ju jeni avokati për Jam avokat. ligjori i kësaj familje. Unë kam pun vetëm me ligjin, s'kan pun me mua. Tani duhet të spjegoj diçka. Origjina e inatit të këtyre me mua është sepse këta kanë ardhur 12 veta, kanë sulmuar këtë zonjën duke rrëzuar murin rrethus. Se ka pasur dhe dhunë, le të themi, psikologjike. Jo pak. Ka pasur dhunë që më kanë plagosur. Si, ka pasur dhunë fizike në këtë konflikt? Po, moj zonjë. Ekzistojnë 38 kallëzime penale. Kam raportin mjekësor. Se ju jeni goditur? Po më kanë goditur, është i thellë problemi, ai është epilogu ai. Prologu është këtu e 2022-shin që erdhen dhe më goditur. Ju jeni dhunuar fizikisht? Po. Nga ky person? Nga ky, nga i vllai i tij që është këtu në Tiranë, një Artur Guga, nga i vllai tjetër që është në Vlorë, si e ka Milto Guga, nga kunati i tij burri i motrës që është në Asim Zenel Gjirokastër. Besoj që ardhur posaçërisht. U mblodhën të gjithë dhe erdhen edhe sulmuan atje në shtëpi. Dhe sulmonin mua. Unë s'kam bërë asnjë veprim me ta, as kam prekur qoftë edhe një gur kaq, thjesht kam filmuar gjithë veprimin e tyre. Dhe gjithë urrëtia e tyre është sepse filmova. Kam filmuar të shoqen e këtij Artur Gugës, Merxhane Guga, duke shkallmuar kamerën. Këto janë veprime që nuk i bëjnë njerëzit e qytetëruar. Po shmarr ndonjë mas ndaj absolutisht. Është i pandehur. Është i pandehur. Për këtë arsye është i pandehur. Është i pandehur, por deri më sot gjykata. Por ky pretendon që ka tokë tek shtëpia juaj? Jo. Atëre. Çfarë bën ky? Të lutem. Ky deri tani nuk ka ngritur asnjë pretendim që të thotë kjo tokë është imja. Po për çfarë ka hyrë në këtë konflikt me ju pastaj? Jo, e kam thurur dhe do rri unë këtu, s'keni punë. E posedoj një eufemizëm i fjalës grabitje. E posedoj dhe e mban të poseduar me dhunë. Janë 38 kallëzime penale, për shkak të cilëve ai zotëria aktualisht gazon statusin e të pandehurit. Dhe 3 ditë mbas regjistrimit të këtyre pamjeve, këto janë të datës 22 maj 2026, në datën 25 ai zotëria ishte në bankën e të pandehurit. Pra, mas 3 ditësh do të bëj procesi gjyqësor. Tani të sqarojmë diçka lidhur të lutem. Pyetja është kjo. Përse nuk i drejtohet, nëse ka pretendim se e posedon, nuk e posedon, është e tij, është e tij, nuk e di. Pse nuk i drejtohet gjykatës dhe organeve shtetërore, po vjen edhe godit avokatin në punë të tij, në krye të detyrës së tij? Kjo është pyetje që ti i drejton. Se jam e sigurt se sot do ndiqemi nga pala tjetër. Gjitha strukturave. Prokurorisë Gjirokastër, gjykatës Gjirokastër, prokurorisë qendrore Tiranë, Këshillit Lart Prokurorisë, Këshillit Lart Gjyqësor, të gjithëve. Janë 38 kallëzime që akoma s'kanë marrë rrugë, kemi 4 vjet. Dhe nga kjo përfiton ai. Përfitoi sa kohë që ishte Tërmet Peci kryetar bashkie, që dërgonte polici një herë 2-3 ditë atje dhe dhunonte. Sa arriti policia e shtetit në Tepelen është rast unikal, në orën 11:30 të natës, Armand Koni, ish shefi komisariatit të Tepelenës, shkon dhe u thot këtyre dilin nga shtëpia, se do vinë ato. Kush je Timur, qeti ti, njërë nuk vjen policia në këtë orë. E dashur e qartë, e kuptoj. Odeta dhe një qikë. Nga kjo neglizencë dhe përkrahje indirekte e policisë Tepelenës deri para ca muajsh, a i ka përfituar dhe është bërtrim dhe vjen dhe sulmon dhe avokatin në kryet detyrës tia. E dashur Liliana, po, sepse e ndërpreu avokati fjalën dhe po sqaron të këtë pjesën për sa i përket policisë të zonës të Tepelenës, i pa kënaqur me veprimet që ka bërë ndaj gjithë kësaj situate. Po, mund të më tregosh. Unë desha të theksoj disa momente kyçe që janë vendimtare për nxjerrjen e konkluzionit nga opinioni publik. Atëre, këto zonjat ju drejtuan sikurse dhe neve të njëjtës gjykat dhe humbën me një vendim të formës prerë që mban numrin e humbën procesin me numrin 299 data 11 prill 2022. Ndërkohë që ne jemi në proces apelimi sepse ka apeluar vendimin ASHK-ja, e cila edhe në ankimin e saj nuk ka pretenduar që nuk është banesa jonë. Thjesht disa teknikalitete procedurale. Do të thënë, pse nuk ju drejtuat më përpara në mënyrë administrative ASHK-s, në një kohë që ne i kemi bërë një 40 kërkesa. Tani, likujdohemi me këtë palën, shkojmë te pala tjetër.
Këta zotërin, si që thash, kanë një sipërfaqe toke prej 300 m2 trua dhe shtëpin në të, e cila në kohën e listës të trojeve, të regjistrimit në kadastër, ka qenë 52 m2. Dhe zonja e zotit Sokol, Semine Guga, ka bërë legalizimin e kësaj, ka nxjerrë certifikat me firmën e saj, ku nga 52 m2 e ka shtrirë në 127 m2 dhe kjo besoj që është fakt themelor. Megjithatë, i pandeuri Sokol Guga nuk ngopet as me kaq, po përveç trullit prej 300 metër, ka dalë nga kjo sipërfaqe dhe ka hyrë tek neve. Ndërkohë që në lejen që i ka dhënë bashkia në 2023 në tetor, ja ka përcaktuar plotësisht që do bësh punime, sistemim dhe rrethim të pronës tënde vetëm për 300 m2. Ky tani pretendon dhe ka bërë dhe atë murin aty ku duket e pamje, aty ka vendosur një mur mbi tubacionet. Nuk e di nëse do fokusohet më qartë, po ndoshta s'është çështja juaj. Po ta shikoni të ndërtesa kur është ai banditi në këmbë, shikoni ka qenë muri atje dhe i ngjitur me murin e shtëpisë. Nuk bën vaki të ngjitësh murin e rrethus me murin e shtëpisë të fëmijës. Ai mur ka zënë kjo përkrahje dhe kjo heshtje e bashkisë te Pelen buron që ai të sillet ashtu, sepse këtyre bashkisë me këtë mur, desha të theksoj, me këtë mur i pandeuri Sokol Guga jo vetëm që ka përfshirë në pjesën e tija edhe 213 m2, por veç kësaj ka zënë edhe tubacionet e ujit të cilat nga pesha e rënde murit janë dhe është përmbytur disa herë banesa. Juaj. Po, dhe shkaku për këtë intervist që ka ndodhur me kanalin tjetër, është sepse unë e kam prishur atë mur sepse sapo vija nga banesa, nga Tirana, dhe gjej shtëpinë të përmbytur. Gjë që kishte ndodhur disa herë dhe kisha lajmëruar të gjitha organet kompetente dhe asnjë nuk e kishte përfshirë këtë kërkesë. Kush është mesazhi që do përcjellësh sot e dashur Liliana për fëmijën tënd që u bën disa kohë që je në konflikt dhe pretendon se prona e trashëguar prej shumë viteve në familjen tuaj i pretendon sot është ai pronari? Atëherë përpara se të shpjegoj këtë, duhet të them edhe një fakt thelbësor. Sokol Guga për prishjen e këtij muri dhe të pjesës tjetër që është prishur nga IKMT-ja me dy vendime, me vendimin 67 të 5 marsit të 2024 dhe vendimin bashkëshoqërues për gjobitjen për këtë ndërtim që ka bërë, e ka prishur IKMT-ja dhe duke qenë se ky nuk e përfilli, po në prezencë të punonjësve të IKMT-s e ka ribërë murin, atëherë unë jam detyruar për këto shkake që ta riprish. Dhe ky ishte edhe shkaku që erdhën kamera dhe xhiruan dhe momentin e konfliktit të avokatit Saçi. Lidhur me ankesën dhe kallëzimin që ai ka bërë ndaj personit tim për prishjen e murit, prokuroria ka kryer veprimet procedurale dhe ka dërguar një ekspert topo geodez në listën e saj, të përfshirë në listën e saj, pra personi kompetent, dhe ka konstatuar që 213 metra i ka zaptuar Sokol Guga. Personi në fjalë. Kush është mesazhi që i jep Sokolit sot? Mesazhi që jep Sokolit është që nëse ka pretendime të drejtohet gjykatës dhe jo me rrugë të tilla të dhunës. Nuk mund të mbajë pronën tonë shekullore, ne më shumë se sa për anën praktike dhe nevojat praktike të saj dhe anën ekonomike, sepse ju e pat nuk ishte ndonjë shtëpi, ka qenë 2 kaçe, ka qenë me 2 tualete në atë kohë dhe e qartë. Po, por mesazhi për të është që ti drejtohet institucioneve dhe jo me rrugën e dhunës. Ndërkohë që lidhja jonë me atë shtëpi është shumë më tepër shpirtërore, për arsye sepse gjyshi jonë që e ka ndërtuar ka vdekur në burgjet fashiste shumë kohë përpara se sa të krijoj partia komuniste. Dhe në shtëpinë tonë, për paradoks dhe për zëmërgjësi dhe fisnikëri të familjes, edhe pse gjyshi ka vdekur në shkurt të 1942-shit, në 43-shin kur ka kapituluar Italia fashiste dhe u grumbulluan të gjithë ushtarët, atëre familja ime ka marrë 4 ushtar italian, gjë që e ka dhënë edhe një reportazh. E qartë, e kuptoj, do të tregosh, të vërtetosh që ajo është pronë e juaj dhe Zaçi e mbylli me ju me një mesazh që i drejtohesh institucioneve, si avokati, përfaqësuesi ligjor i kësaj familje. Unë të falenderit. Unë i drejtohem institutit ILEP-s. Po? Institutit Prokurorisë Përgjithshme. Një.
Këshillit lartë prokurorisë, më fal, Këshillit lartë prokurorisë, Këshillit lartë gjyqësor, Presidentit të Republikës, Kryetarit të Bashkisë të Pelen, Kryetarit të IKMT-s në Gjirokastër dhe prokurorisë dhe gjykatës rreth gjyqësor Gjirokastër të zgjidhin problemi zyrtarisht, të vendosin kufirin e pronës, qoftë të këtyre, qoftë të Sokol Gugës, si pas plan rilevimit që ka bërë. Dhe pyetja, uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet sot nga kjo studio, dhe pyetja e fundit, për këtë pamje, me atë gurë në dorë, ndoshta është momenti një ndjes publike për gjithë audiencën tuaj, njerëzit që besojnë tek ju, është drejta juaj. Edhe njerëz që si së kuptoj. Për këto pamje, është një moment për të kërkuar një falje publike? Ku ti kërkoj falje publike? Njerëzit që të ndjeken. Që kam qëlluar. Po. Dëgjoj zonjë, cili do merë dhe më ignorantin, më të paftin, më të zgjuarin, këtë dua është marrë, të shaj familje në prezencë, i kalon të tëra kufite e njerëzore. Mesazhi që duhet të përcjellim është të drejtojmë institucionin dhe jo vetë gjyqësi. Mirë, është një debat që ashtu shumë dhe mos ty, thjesht ta bëra si pyetje. Ta them troq, të të shaj gruan një rrugas i pandehur në prezencë aty dhe... Absolutisht i e prekur dhe e lënduar, por ndoshta një moment për të kërkuar falje publike që nuk ishte kjo mënyra e dur për ta zgjidhur. Ka zgjidhje tjetër me atë. Unë jam tagosur nga i do të jap video të shikoni që më ka dalë gjak në kokë. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj dashur Liliana të dëgjohet sot nga studio e emisionit Pa i Gjurmë, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe më vjen shumë keq kur dëgjoj historira të tilla që për shkakun e një prone degradohet deri në këtë pikë. Në Shqipëri do fatkeqësisht dhe nuk keni as të parë dhe as të fundit, kështu që faleminderit. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe padyshim që ditën e sotme do të sjellë dhe një histori person të humbur që kërkohet nga familjarët në studion e emisionit Pa i Gjurmë dhe regjia do më ndihmoj me foton e Edmond Kanani, një 49 vjeçar vlonjat i cili fatkeqësisht figuron i humbur për familjen që prej korrikut të vitit 1997 nga Pire e Greqisë, në atë kohë ka qenë vetëm 20 vjeç, kanë kaluar plot 29 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Edmond Kananit. Por kush është historia e tij dhe çfarë kanë arritur të zbulojnë familjarët ndër vite kërkime që kanë bërë, ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Prej vitesh fati i Edmond Kananit mbetet një mister, një histori që rikthehet sot në Pa i Gjurmë me shpresën se dikush mund të ketë informacion që familja e kërkon prej gati 3 dekadash. Në vitin 1991 emigroi drejt Greqisë, fillimisht në Korfu dhe më pas në Pire, ku jetonte dhe punonte. Atje i njihej edhe me emrin Vasil Leonida Prifti. Pavarësisht emigrimit, ai nuk i shkëputi asnjë kontakt me familjen. Telefonatat i kishte të vazhdueshme, ndërsa çdo 2 vite kthehej në Shqipëri për të kaluar pak kohë me prindërit dhe motrën. Me 25 mars të vitit 1997 erdhi për herë të fundit në vendindje. Me 2 prill u rikthye në Greqi dhe njoftoi familjarët se kishin mbërritur shëndoshën mirë në Pire. Telefonata e fundit me to u zhvillua me 8 korrik të vitit 1997, që prej asaj dite çdo gjurmë me Edmondit humbi. Sipas dëshmive, ai u largua duke lënë pas dokumentet personale dhe sendet e tij, një zhdukje e pashpjegueshme për një djalë të qetë, punëtor dhe pa konflikte. Kur kjo histori u transmetua për herë të parë në vitin 2018, prindërit e Edmondit nuk jetonin më. Ata u larguan nga kjo botë pa mësuar kurrë se çfarë ndodhi me djalin e tyre të vetëm. Sot kërkimi vazhdon dhe nga motra e tij, Silvana, e cila jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse kanë kaluar 29 vite, ajo nuk ka rreshtur kurrë së kërkuari dhe vazhdon të mbajë gjallë amanetin e prindërve. Kjo është historia e Edmond Kanana, i riu nga Vlora, 20 vjeçari asaj kohe, i cili u nis me plot ëndra drejt Greqisë, por që fatkeqësisht humbi çdo lloj kontakti me familjen përpara 29 viteve dhe konkretisht në 8 korrik të vitit 1997 ka qenë telefonata e fundit që realizoi me familjen e tij në Vlorë nga Pire e Greqisë, aty ku ai jetonte dhe punonte. Kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, kemi 2 numra në
dispozicion, i numër fix dhe i numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurmë Report TV. Mirë, me historinë e Edmond Kananaj, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takohemi sërish nesër live me një tjetër histori, por përpara se të ju them mirupafshim, ndiqni dhe një këshill mjekësore e rëndësishme për të gjithë gjinin mashkullore, bëhet fjalë për prostatoli, një suplement i cili ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe bashkë takohemi nesër. Mirupafshim.